Parashikimi I motit në RTS. Teleshikues të radio televizionit shqiptar, mirëmbrëma. Juftoj të njeni me parashikimin e kushteve atmosferike për vendin tonë. Sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak, ditën e sotme vendi ynë u ndikua nga kushte atmosferike relativisht të paqëndrueshme. Moti ishte fillimisht I kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa gjatë orëve të mesditës deri pas dite vonë, patëm alternime vranësirash të cilat në relievet kodrinore dhe malore të vendit ishin të dendura dhe të shoqëruara me reshë shiu afat shkurtra me intensitet të ulët dhe në formën e shtrëngatave. Era ka fryrë me drejtim verilindje dhe veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet ka fituar shpejtësi 12 metër për sekond, e shoqëruar me valëzim në detet Adriatik dhe Jon të forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat u regjistrua në zonat malore 15 deri në 33 grad, në zonat të ulta 16 deri në 34 dhe në Bregdet 20 deri në 33 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesër me vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga po të njëjtat kushte atmosferike. Moti parashikohet fillimisht I kthjellët në të gjithë territorin, ndërsa gjatë orëve të mesditës deri pas dite vonë priten alternime vranësirash të cilat në relievet kodrinore dhe malore të vendit do të jenë të dendura të shoqëruara me reshje shiu me intensitet të ulët në formën e shtrëngatave. Era do të fryjë me drejtim veri perëndim dhe jug perëndim me shpejtësi mesatare 6 metër për sekond, ndërsa në Lugina dhe Bregdet do të arrijë shpejtësi 10 metër për sekond. Valëzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë I ulët I forcës 1 deri në 2 ball. Temperaturat parashikohen në zonat malore 16 deri në 34 grad, në zonat të ulta 17 deri në 36 dhe në Bregdet 22 deri në 35 gradë Celsius. Ky ishte edhe parashikimi I motit për sot dhe nesër. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, natën e mirë. Kosova nesër. Rajoni nesër. Europa nesër.